si lindi kjo ide. Unë kur kam ardhur këtu, kam ardhur në 94, edhe 4 vjet, 5 vjet më mbrapa solla prindrit. Si erdhën neve nga Shqipëria, mundoheshim se nga që ishim në Amerikë, erdhën prindrit, moj veshjen, ushqimin, të kompensonim ato që na mungonin në Shqipëri. Dhe prapë nuk I shikoja ata të lumtur. Kuptova që ata më shumë ju mungonte ana sociale. Atyre nuk ju bënte përshtypje asnjë gjë. As që hanin aq mirë, as që I vishja rroba unë, ose ke parasysh ato gjëra që ne na mungonin në Shqipëri, t'ua japin prindërve sa më shumë. Gjëja që atyre u mungonte më shumë ishte jeta sociale. Dhe kur nuk do ta harroj, dhe fillova pasaj që të kërkoja që ku mund t'i çoja unë prindrit e mi. Dhe si përfundim gjeta një qendër tjetër, si kjo jona, dhe e çova babin me mamin atje. Ditën e parë që ka ardhur babi në shtëpi, I thash, babi, si ja kalove? Tha, ja kalova shumë mirë, tha. Unë e di sa shumë përpiqesh ti, tha, por na duke I vetja këtu, tha, sikur ishim në burg. Sepse unë ikja që në mëngjes, punoja, vija në darkë, ata vetëm, në atë kohë s'kishte as televizor shqiptar, se tash I ka televizor edhe. Dhe ajo më ngeli në mendje. Te ajo vendi që shkonin këta, ishin, nuk ishte komplet shqiptare, ata janë rus, megjithatë ata kanë bërë punë shumë të mirë dhe unë ua di shumë për nder që prindërit e mi për kaq vjet ishin pjesëtare e asaj qendrës, por gjithmonë në mendjen time isha që pse mos të ndërtoj diçka vetëm për shqiptarët, për këtë brezin e prindërve tanë që punuan dhe luftuan gjithë jetën. Të gjithë e din se si kanë punuar ata në komunizëm dhe dolën me $100 pension. Dhe fëmijët e këtyre prindërve tanë të gjithë punojnë shumë dhe mundohen me të gjitha mënyrat që t'i bëjnë ata të lumtur. Mirë po, kjo që ndërtuam neve këtu është një shtojës që ne t'i bëjmë prindrit tanë të lumtur.